në vitin 1991. Deri në vitin 1995, ajo përfshi në luftrat që pasuan shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Pastaj, Kroacia humbi plot 5 vjet sepse ish presidenti i atëhershëm Franjo Tuđman vendosi të masakrohen me BE-n si reagim ndaj braktisjes që ai mendonte se BE-ja i kishte bërë Kroacisë në luftën me ushtrinë serbo-jugoslave. Vetëm në vitin 2000, me ardhjen në pushtet të presidentit Stipe Mesić, Kroacia filloi procesin e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Në tetor 2001, ajo nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Në qershor 2004 u bë zyrtarisht vend kandidat për antarësim në BE. Në qershor 2006 ajo filloi negociatat e antarësimit dhe në qershor 2011 i përfundoi këto negociata. Në dhjetor të po të njëjtit vit, 2011, ajo nënshkroi traktatin e aderimit në Bashkimin Evropian, i cili hyri në fuqi dhe Kroacia u bë anëtare me drejta të plota të BE-s në një korrik të vitit 2013. Edhe pse Kroacia e filloi integrimin evropian një dekadë më vonë se Shqipëria, ajo e përfundoi atë për 12 vjet dhe tashmë ka 13 vjet që është anëtare e BE-s. Kurse ne jemi grupuar tashmë me Serbinë, Malinezi, të cilat e filluan procesin e integrimit plot 2 dekada pas nesh, vetëm pas vitit 2010. Por le ta lëmë të shkuarën në të shkuarën dhe të shohim ku jemi tani dhe si mund të ecim përpara. Shqipëria i nisi negociatat me BE-n në tetorin e vitit të kaluar. Po çfarë janë negociatat? Si zhvillohen ato? Negociatat përfiturohen rëndom si diskutime rreth një tavoline të madhe me kotuqe pompoz, ku pasi jepet e merret me spalve, arrihet një ujdi, e cila shkruhet në letër, firmoset, shtrëngohen duart dhe të nesërmen ngdhihemi vend antar. Por e vërteta është që edhe pse quhet negociata, në fakt procesi ka të bëjë me një transformim të thellë të gjithë kuadrit ligjor dhe institucional të vendit dhe një ndryshim të thellë politik, ekonomik e shoqëror të gjithë vendit. Negociata përfshin 3 komponentë kryesor. Përshtatjen e legjislacionit tonë me atë të BE-s, dhe kjo është një punë kolosale, sepse janë mbi 110.000 faqe ligje. Nëse fletet e ligjeve të BE-s do t'i shtronin për së gjati në tokë, gjatësia do të arrinte mbi 50 kilometra gjatësi, më shumë se sa distanca nga Tirana në Kavaj. Komponenti i dytë i procesit të negocimit është krijimi dhe fuqizimi i institucioneve, të cilat do zbatojnë ligjet dhe politikat e BE-s. Dhe komponenti i tretë është zbatimi në praktikë i këtyre ligjeve dhe politikave, për të provuar se Shqipëria është në gjendje të përballojë të gjitha detyrimet që lindin nga qenia vendantare i Bashkimit Evropian. Pikërisht, ky i fundit, zbatimi në praktikë i standardeve, përtej adoptimit të thjeshtë në letër, është pjesa më e rëndësishme dhe më e vështirë e gjithë procesit të negocimit. Le ta ilustrojmë këtë me një shembull të thjeshtë. Le të marrim politikën e ndalimit të duhanit në vendet publike, një ligj të cilin tashmë e kemi në Shqipëri. Së pari, Shqipëria duhet ta përshtasë këtë ligj me atë të Bashkimit Evropian. Ky është komponenti i harmonizimit të ligjeve. Pastaj, Shqipërisi duhet të krijojë apo forcojë institucionin për zbatimin e këtij ligji, të themi Inspektoriatin kundër duhanpirjes. Ky është komponenti institucional i negocimit. Por as ligji dhe as inspektoriati nuk mjaftojnë. Shqipëria duhet gjithashtu të tregojë se ligji po zbatohet, pra të tregojë me fakte se në vend nuk pihet duhan në mjedise publike. Ky është komponenti i zbatimit në praktikë të kuadrit ligjor.